Unë jam për këtë. E para, duhet që projektet jenë të kompletuara me aty mungonte për shembull hidranti i Zjarfikës. Pse duhet presim ne sa të vi Zjarfiksi nga Kamza, na Elbasania, kur aty është hidranti? Hidrant, nuk e di a flas qartë që të më kuptoni, është hidranti është një pajisje, është një saracineske fuqishme që nxjerr ujë me presion në rastin blitzkrieg. Domethënë me një herë me daljen e zjarrit. Që edhe këtë është e detyrueshme ta kenë. Po. Është jo e detyrueshme, po taksative, po s'bëre këtë të miratojnë projektin. Dhe hidranti, dhe e dyta, ky hidrant mos jetë në mëshirën ka ujë rrjeti, s'ka ujë rrjeti. Neve në projektet tona tani të këtyre kohëve, neve kemi aplikuar dhe depo nontoksore, duke eliminuar depot në Taraca dhe depo nontoksore duke bërë një llogaritje inxhinierike. Sa ujë duhet në rast zjarri për ta mbajtur nën kontroll të aq minuta, aq kohë, sa të vi Zjarfiksja, sa të vi tjetër. Dhe nuk kushton një xhiro e ti helikopterit dje mbi objekt e kishte marru gjithë sistemin hidraulik të mbrojtjes kundër zjarrit për këtë objekt.